Blegtoria në zonën e Llakatundit në Vlorë po përballet prej vitesh me vështirësi të shumta, duke çuar në uljen e ndjeshme të numrit të kopeve, si dhe të vetë fermerëve që merren me këtë zanat. Në këtë zonë mund të gjesh vetëm 4 deri në 5 blegtor aktiv, ndërsa dikur thuajse çdo familje ushtronte blegtorinë. Sipas vetë blegtorëve, arsyeja kryesore e braktisjes së kësaj pune lidhet me kostot gjithnjë më të larta të mbajtjes së baktive, koha e gjatë që kërkon kujdesi i tyre, shpenzimet për ushqim, trajtimi veterinar, si dhe qerat e tokave të kullotjes. Të gjitha këto i kanë bërë vështirë të papërballueshme detyrimet e përditshme. Një tjetër problem është edhe ndryshimi i vazhdueshëm i çmimit të qumshtit dhe mishit nga viti në vit, ndërsa subvencionet shtetërore, siç shprehen fermerët, janë të pamjaftueshme dhe nuk mbulojnë shpenzimet reale të prodhimit, teksa ajo çka ata kërkojnë është më shumë vëmendje dhe mbështetje nga shteti, në mënyrë që blegtoria të mos shuhet dhe ky profesion të mund të mbijetojë edhe në vitet në vijim. Blegtoria ka shënuar të tjera rekorde negative duke konfirmuar krizën që po kalon sektori. Numri i përgjithshëm i të leshtave në vitin 2024 ka rënë me 2.5%, nga 1.2 milion në 1.1 milion. Delet si kategoria më përfaqësuese kanë shënuar një rënje më të theksuar prej 3.8%, nga 1.006 mijë në 968 mijë krerë brenda një viti. Edhe kategoritë e tjera si dhit, derrat, shpendët apo dhe njëthundrakët kanë pësuar rënje të konsiderueshme përgjatë vitit 2024. Shqipëria ka humbur thuajse gjysmën e baktive, sipas të dhënave nga Instat. Në vitin 2024 Shqipëria ka 120.000 lopë më pak, 600.000 dele më pak, si dhe rreth 200.000 dhi më pak. Ulja e numrit të baktive që sjell për pasojë rënje të prodhimit të mishit dhe qumshtit në vend ka rritur varësinë dhe prodhimin e importit, ku tashmë tregu furnizohet me qumësh pluhur dhe mish të prodhuar nga vende të tjera. Edhe bujqësia si një nga sektorët më të rëndësishëm prodhues të ekonomisë shqiptare, po vazhdon të ketë një ndikim negativ në rritjen ekonomike. Sektori bujqësor është goditur rënd vitet e fundit nga emigrimi masiv. Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se bujqësia shënoi rënje vjetore në tremujorin e parë të 2025-s me rreth 2.76%, ndërsa sektori i industrisë përpunuese me minus 7.46%, rënja më e fortë që nga tremujori i parë i vitit 2020, ku lëvizjet u bllokuan nga pandemia. Bujqësia hyri në vitin e 5 të rënjes në 2025-ën, ndërsa industria në të tretin. Rënja e bujqësisë dhe industrisë në ekonomi është një sinjal negativ për zhvillimin afatgjat të vendit, pasi këta dy sektor përbëjnë një pjesë të rëndësishme të prodhimit, punësimit dhe ekuilibrit tregtar të vendit. Të dhënat më të detajuara tregojnë se bujqësia është me trajektore rënëse kryesisht për shkak të zhvillimit negativ në fermat familjare. Në dekadën e fundit numri i kafshëve për qumësh dhe mish gati është përgjysmuar prej falimentit të fermave të vogla. Rënja e popullsisë në fshatra dhe plagja e saj ka bërë që fermat e vogla familjare me kafshë të shuhen. Për të njëjtën arsye, ka rënë edhe prodhimi bujqësor në fushë. Fermat familjare për vetë konsum janë në faliment të vazhdueshëm nga pakësimi dhe plagja e popullsisë në fshatra.